Jeta e banorëve të fshatit Lok, po edhe fëmijëve të këtij fshati për çdo ditë vihet në rrezik, sepse për të kaluar në lagjen Gjergj Petrov, ata me patjetër duhet të kalojnë në këtë urë, e cila i ngjason një ure të ndërtuar në shekujt e paraerëson. E sa është e rrezikshme të kalohet kjo urë, do ta shohim tani. Banorët të cilët televizioni Shenja i takoi gjersapo kryente filmime në këtë pikë, thonë se kërkesa për ndërtimin e kësaj ure përsëritet për më shumë se 15 vite, ndonse pushteti nuk e ndërton, ajo ka penguar dhe ka ndërprer edhe iniciativën qytetare, të cilët kanë dashur të njëjtën ta vetë ndërtojnë. Qytetarët e anketuar thonë se gjatë kalimit 3 banorë të fshatit Lok kanë rënë nga kjo urë dhe kanë marrë lëndime serioze. 15 vite kjo ka me të shumë. Kretë rrena, vinë, do bëhet, zë bëhet, këtë dalaverat, 3 vetë kanë të i komë, kanë rapi pi ure, në ujë kanë rapi. Tu kalu? Tu kalu, në ujë, kanë të i komë. A i njohë, sot e sot, ka metën kur konë sa. Po kjo ure është shumë e rrezikshme për banorët e fshatit Lok, arsye pse nuk ndërtohet nuk e dim. Premtojnë, nuk realizojnë asnjë. Se cila parti që ka vjen, ka premtu, ama nuk është ndërtu kjo. Është shumë e rrezikshme është për fëmijët tonë, se shkojnë për ditë ka kjo urë, kalojnë. Duke u nisur nga ankesat e qytetarëve të kësaj ane për këtë urë, televizioni Shenja ka kërkuar shpjegim nga kryetari i Sarajit Muhamet Elmazi, i cili tha se banorëve të Lokës jo më larg se javën e kaluar u ka sqaruar situatën dhe se këtë vit pritet vetëm faza e projektimit, kurse për ndërtimin e së njëjtës tha se Saraji vet nuk mund ta bëjë. Në planin general urbanistik të qytetit të Shkupit është e paraparë ura e Lokës dhe se jemi në evaluim të tenderimit për projektim dhe se një nga projektet më të para që do projektohen është po kjo urë e Lokës dhe më pas në bashkëpunim me qytetin e Shkupit dhe komunën e Gjergj Petrovit besoj që do kemi zgjidhje për ta realizuar. Përfundon brenda këtij viti procedura e projektimit. Nuk varet nga komuna e Sarajit pasi që nuk kemi mjete financiare aq të mëdha dhe të hyra aq të mëdha që ne ta bëjmë hapjen e një tenderimit për urë. Kjo nuk është hera e parë që qytetarët ankohen, por nuk është hera e parë as që politikanët premtojnë zgjidhje të këtij problemi shumë vjeçar, por qytetarët megjithatë mbeten me shpresë se kësaj radhe politika do të qëndrojë pas fjalëve të dhëna dhe do ta rregullojë përgjithmonë këtë problematikë.